ne gjithë qytetarët në dogan të ruajmë doganën sa futen, sa dalin dhe si dalin nga Shqipëria. Ka një shtet që e ka në varësinë e vet të bërë se të sjellin një kaos të them. Po mirë, ata që eksportojnë drogë në Shqipëri nëpërmjet doganës që kanë nuk janë shqiptar, janë të huaj. Po pse nuk më nxjerrin kush janë këto të huaj që e bëjnë këtë dhe bëjnë edhe të dalë emri shqiptar? Pra nuk ka siguri të këtij informacioni. Thjesht është një konsumim i brendshëm politik për vendet të cilët po luftojnë për stabilitetin e tyre të brendshëm politik që të justifikojnë tek elektorati i tyre që të bëjnë nacionalitetin e dur për të përfituar votat brenda vendit të tyre. Duke përfshi Amerikë, Europë, Kanada, Meksik, çfarë do duash ti? Për ta mbyllur avokaton mendimin dhe qendrimin tuaj ashtu sikur publiku e di kundër fuqishëm Berishës, të Ramës, por edhe Dumanit. Megjithatë, Spaku sot Jo Dumanit, një sekond. Jo Dumanit, Spakut. Se mos nuk ka problem personalizimi, sepse nuk është unë edhe deklaroj këtë, nuk ka mundësi të jemi 20 shenjtor edhe ne të jemi djalli. Nuk ka mundësi kjo gjë. Po, më thuaj. Faleminderit për saksimin. Ka pas një aksion në Bashkinë e Pukut si ka sekuestruar celularin në kryetarin e bashkisë. Dyshimet janë sipas mediave për krim zgjedhor edhe korrupsion. Po janë dyshime paraprake, për qëndruar të korrekt tek prezumimi që ju theksoni në këto bisedë të tillë kur bëhet fjalë për hetimet e Spakut. Po kur do evidentohen, kur do pëlqas tani se zbarkoj këtu, zbarkoj atje, mblodhi prova këtu, mblodhi prova atje, janë bërë masa kapica me celular, besojnë Spak? Në fund fare Spaku të përfundoj si ato kemi telefona celular të përdorura, mund t'i shesim në ofertën më të ulët për të gjithë të cilët duan të blenë telefona. Por shikoni tani si e shikoj unë shikoj pak më ndryshe dhe duhet jem realist të dëgjuesit tanë, të cilët na dëgjojnë dhe i falenderojmë gjithmonë. Tani të jemi realist. Para zgjedhjeve Spaku nuk bëri asgjë. Pas zgjedhjeve Spaku bën diçka. Çfarë? Të rrisë ose të vazhdoj besueshmërinë tek ata të cilët e besojnë sapunin dhe djathin në të njëjtën kohë, që edhe konsumojnë, dhe treten, po në të njëjtën kohë. Por ne tani të jemi realistë të qytetarit. Spaku u habit nga 83 mandatet e Edi Ramës. Pse? Do më thoni ju që nuk e parashikoj? Shiko, ka edhe njerëz të cilët luajnë gjithmonë me atë sigurinë naive. Do ta diskutojmë një herë tjetër, avash do ta zhvilloj atë sigurinë naive. Por duhet keni parasysh që ata të cilët janë më të trembur dhe më vulnerabël në Spak ka emra dhe ke 20 që janë aktualisht. Me 83 mandate plus një rrezikohet karrika e atyre që i bënin fresk pushtetit aktual. Dhe bërën fresk duke arrestuar të gjithë pjesëtarët e opozitës. Dhe kjo që ndodh në Puk është pjesëtari i opozitës. As është i PD-s, as në një parti tjetër nuk ka rëndësi, po është i opozitës. Pra, vazhdon aksioni, godisni opozitën në tërësi, sepse duhet të mbajnë pushtetin absolut. Dhe këtë bën Spaku. Goditja e Erion Velis nuk ishte sepse ai bleu 800.000 libra edhe shpenzoi gruaja e tij 800.000 libra. Jo, ishte pikrisht që të fuqizohet brenda roli i kryetarit Partisë Socialiste, por brenda Spakut e fuqizuan kaq shumë dhe tani nuk po e perceptojnë dot që ky fuqizim është fuqizim elektoral apo duhet ta bëjmë statistikor penal. Por dëgjoni, edhe sikur të jetë penal, përsëri nuk ka fare vlerë se zgjedhjet legjitimohen në kutinë e votimit. Nuk legjitimohen se sa statistika fut zoti Dumani të tjerë në burg. Ato mbetet statistika për të kënaqur prokurorët dhe për të penduar pas shumë vitesh çfarë gabime kanë bërë me ato statistika. Mësoni mua ju, ata gjyqtarë të cilët ishin përpara të paprekshëm në plepat 1, i kishte shkuar ndonjëherë mendja që do të përfundoni cop avokati në rrugë? Kur? Ju a garantoj. Dhe këto plepa 2,
e mendojnë sepse kanë atë naivitetin, pra siguria e naivitetit. Pra i mendojnë gjërat me naivitet dhe nuk i studiojnë. I mendojnë këta të plepave të dy që të përfundojnë jo avokat, po të cop njeriu në rrugë. Nuk e mendojnë kur. Ta garantoj unë ty këtë gjë. Sepse janë futur tek pushteti absolut që kanë. Jemi ne se ekziston asnjëri për ne, rreth nesh. Apo s'ka problem se zgjidhim në një me të dy. Jo, kanë ndryshuar rolet. Dhe jo, kanë ndryshuar situatën. Më përpara, në 1995, kur dilte Amerika aty, ti nuk ishe nga të lëvizje. Kur dilte Bashkimi Evropian, ti s'kishe nga të shkoje. Sot, zotri, ke njohuri, jurisprudencë, ke lloj-lloj studimesh, ke njerëz që kanë njohuri, ke njerëz të cilët din ta kuptojnë qartazi çfarë statistika e SPAK-ut dhe çfarë ajo ka shërbyer në partinë e pushtet. Dhe çfarë ishte ajo që bëri SPAK-u, që bëri porosi Rama që të arrestojnë të gjithë të opozitës në tërësi. Akoma do të shikosh edhe ajri të arrestohet. Pse? Statistik, presion, që kapëm këte që flet vazhdimisht kundër nesh, do kapëm edhe ju nesër. Pra presioni vazhdon, por këta nuk e din që ti mund të bësh presion, mund të bësh gjithçka, po duhet të dish diçka, del pensionist nga ajo punë.